أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد أما بعد pas falëndërimeve, hamdit ndaj Allahut te baraka wa taala, salate dhe selam e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqi plot që edhe ky takim i radhës të jetë prej veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë faqebardh e të shpëtuar me rahmetin dhe mirësitë e tij nesër në ditën e gjykimit. Po vazhdojmë me kapitullin që kemi fillu javën që e lam, shumëllojshmëria e rrugëve të bamirësisë. Këtu Imamu Nawawi rahimahullah ka përmend një numër të haditheve të cilat pejgamberi alayhis salam na sjell shumë rrugë alternative, shumë rrugë dhe mundësi të lloj-llojshme të bamirësisë, të gjitha këto që besimtari të gjithë pa përjashtim, se cili nga mundësia, nga profili, nga rasti që i jepet me pas mundësin me marrë të mira nga bamirësia që ai e shpreh dhe bëhet pjesë e saj. Hadithi i radhës është hadithi në të cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kam pa një njeri duke u defryt, duke u knaq, duke bo sefa në xhennetet e Allahut, për shkak se ky njeri e kishte pre një deg të një pemë e cila i pengonte muslimanët me kalu lirshëm pa ndonjë pengesë në rrugën e tyre. Kjo është një transmetim. Në transmetim tjetër thot derisa një njeri ishte duke ecur një rrugë, e gjen një deg të një pemë me thera dhe e largon nga rruga dhe si rjedhoj e kësaj bamirësie, këtij veprimi human, Allahu Dhul Xhelal shpreh mirënjohjen e tij ndaj robit këtij personi dhe ja fal mëkatet. Hadithi është i vërtet, e transmeton Muslimi transmetimin e parë, edhe transmetimin e dytë i bashkangjitet edhe Imam Buhariu. Na e kemi shpjeguar dhe javën që kaloi rastin e asaj grus e cila e ka pa një qen i cili ka qenë i lodhur, i etur jashtëzakonisht shumë, dhe ka nxjerr këpucën e saj dhe ka jap me pi ujë. Dhe ky hadithi është në këtë kuptim. Thot, shiqoni vëllezër, sa rëndësi të madhe ka ti me u bo shkaktar edhe me u bo njerëzve të lehtë qarkullimin, mundësinë e tyre që ata me shku me punu, me fitu rizkun, me shku në xhami, me shku në shkollë, ku ta diune. Ibn Uthaymeen rahimahullah, kur e komenton këtë hadith, e përmend një çështje shumë më rëndësi, e që me të vërtetë edhe mua sot më ka bo përshtypje edhe kam mendu gjatë rreth kësaj analize që i ka bo ky hoxhi i madh kësaj pjesë të hadithit. Thot Ibn Uthaymeen, Allahu mëshiroft, hoxha i madh, thot kjo pengesë që ky njeri e ka largu pe i rrugë, qoftë ai transmetimi i parë, një deg, ka njëre pemt edhe degët e pemëve devijohen, rriten shumë, apo ai transmetimi i dytë që u kon një deg e një pemë e premen rrugë e ju ka shkaktu të lashë njerëzve që kanë kalu. Thot kjo u kon një pengesë fizike. Vazhdon hoxha, thot krahas pengesave fizike ka dhe pengesa abstrakte që nuk shihen edhe nuk preken, por ndonjëherë janë më të dëmshme se pengesat fizike. Për
Për shembull, ideologji e propaganda të ndryshme, ideologji që i devijojnë e i lajthitin njerëzit, duke i largu nga rruga Allahut, duke i largu nga rruga e Islamit, duke i largu nga rrugë që janë të dëshmuara në traditën tonë, në edukatën që kemi përcjell gjenerat mas gjenerate prej babgjyshave dhe prindërve tonë. Ku ta diune? Këto lloj pengesa janë më të dëmshme se një degë, një pemë e cila u shkakton pengesë njerëzve me qarkullu lirshëm, apo çfarë do lloj pengese. Prandaj sa rëndësi të madhe ka njerëzit, ti dhe unë me kontribu. Prandaj këtu del tash ai roli shumë i madh dhe shpërblimi i madh me i demasku, edhe me i njoftu njerëzit, edhe me obo njerëzve të njohur këto rrugë të këqija, edhe këto rrugë të sherrit, edhe këto propaganda që munden me na shkaktu shumë probleme, e këto probleme me na përcjell gjenerata e breza. Prandaj kjo është shumë më rëndësi me e kuptu, dhe nëse tani po vim te ajo që është, si me thonë, qërshia mbi tort. Nëse një njeri e ka fitu xhenetin dhe Allahu ja ka falë mëkatet, pse e ka prej një degë të një pemë e cila ka qenë pengesë, apo një pemë e kputur, një degë, një pemë ka qenë mune mes të rrugë dhe ka shkaktu pengesa dhe probleme për me qarkullu njerëzit lirshëm. Nëse për një veprim që, po them kushtimisht, nuk qenë ka shumë me pesh, por më ndoj që ka shpërblen Allahu nëse ti kime i shpetu njerëzit për i zjarët xhenemit. A dini sa është e pa më shish me koha jonë. Tu një pjesë për juve jeni ju prind, halo jeni tri. Na që jemi prind, gjeneratat e reja, trit dhe të rejat që po lindin, që po rriten, është një situatë jashtëzakonisht e pa më shirshme, është një kohë shumë e keqe. Dhe çfarë shpërblimi Allahu i jep një njeriut i cili ai njeri Allahu i jep sukses, edhe bëhet qelës i cili do të hapë rrugë të mira dhe do të mbyll rrugë edhe udhë të liga e të këqija, të rrezikshme, që nuk janë vetëm kokçarje për prind, nuk janë problem vetëm për familjen, për shoqërinë dhe shtetin. Prandaj ky hadith i pejgamberit alayhis salam duhet të na shërbejë si një thirrje profetike, e cila sigurisht se na thret për me mendu rreth kësaj pune kaq të madhe që Allahu te baraka ve taala shpërblen pa mas. Hadithi tjetër është hadithi prap transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Man tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'ah wa ziyadatuhu 3 ayamin." Ky hadith është pashtu vëllazër shumë i bukur dhe shumë i rëndësishëm. Thot pejgamberi alayhis salam: "Kush merr avdes dhe e merr avdesin në mënyrën më të bukur, e merr avdesin, po themi, në mënyrën më të përkryer, mënyrën më komplete, dhe pastaj shkon për ta falë namazin e xumas, dëgjon me vëmendje, hesht dhe dëgjon me vëmendje hutben, ligjëratën e hoxhës, thot i falen gjunahet prej gjumos deri në gjumon tjetër, shtes edhe 3 ditë më shumë, 10 ditë. E thot pastaj pejgamberi alayhis salam, përfundim të hadithit: "Wa man massa al-hasa faqad lagha." E ai i cili lun me
guralecat në xhami, në kohën e pejgamberit e nuk ka pas tepi, nuk ka pas hali. Thot, leta din se e ka humbur shpërblimin e gjumos, ka abuzu. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. A dini vëllezër që para se me bëni koment të shpejt këtij hadithit, a dini që gati nuk ka gjumo e që nuk shë 3, 4, 5, në njerë më shumë ndoni më pak, që e kapin telefonin edhe hoxha aty e majt hytben ata, sigurisht parimisht po them, shiqojnë rrjetet sociale. Besom jam në siklet, do në besoj që dhe këtë kolegë tjerë jo në siklet. Na kemi obligim me bo një vrejtje. Sigurisht jo direkte, por ajo është vrejtje e përgjithshme. Shiqoni, pejgamberi alayhis salam thot, nëse lund dikush me dovar guraleca të vogla, faqad laga, e ka humbur shpërblimin e gjumos. Pjesa parë hadithit, kush merr avdes dhe e përsos avdesin. Do të vinë tash edhe do hadithe shumë ka rëndësi vëllezër, e kemi përmend disa herë. Shiqoni, ne marrim ma shumë se 5 herë në ditë avdes. 5 herë, po them, parimisht në mënyrë detyrueshme. Hajde tash dimrit, po jo në kohë të namazeve afër, shumë herë ndodh dikush e fal namazin e ikindis me avdes drekës. Namazin e akşamit me yatsis me namaz me avdes të akşamit. Afër namaz. Verës pak më gjatë, mas sfid. Sido që tjetë. Duke marrë ne avdes brenda ditës disa herë, në mënyrë të natyrshme marrja e avdesit mundet me na kalu në rutinë. Tash kush ka pas në i babgjysh, edhe pse këtu kërkon speshat, kërkosh është i maqëm. Pak ma herët, para 40-50 vjetëve, edhe u konë standard jetës të në ndryshe, edhe shtëpiat i kena pas pak ma ndryshe, edhe forma jetesës e konë ma ndryshe, kemi jetu në bashkësi. Para 50 vjetëve, gati kërkush s'ka pas banjo mrenda në shtëpi, po në bore. Edhe vjehrive, një prej marifeteve që i kanë mësu nuset, kur janë shku nuse, tash neve me në ndinë dikosha me në, pa punë e madhe në ndinë, s'në ndinë, ato jo ndo farë, që kam ju thonë nuk po di, hajde po ju thonë motrat tona, se jonë inshallah muslimone, nuk po ju thonë këto me dileme dhe me ndyshim që si jonë muslimone, po motrat tona për çdo javë dalin në televizor dhe ju tregojnë krejt motrave tjera tona, qysh do të më konë gratë, qysh do të më konë femnate, qysh do të më lyp drejtate. Tash, nuk i një ato, po në rrjetet sociale ne lexojmë, në herë kom lexuar në Telegraf në analizë temat që i diskutojnë, po sa kjo debati jon tash s'po dojmë kërkon me gjyku, po nuk e di çfarë ekspertize kanë, çfarë suksese në jetë kanë, sa janë të suksesshme si femra, si gra, si nana, si bashkëshorte, si motra, si halla, si teze, do të më kthyer shumë dimension. Sido që tjetë, para 40-50 vjetëve, gjyshet tona krejt, i kanë mësu, në mes tjerash, pjesë e marifetit, kur shkon të burri, edhe qysh me i qit me marr avdes vjerit. Marifet. Se s'kena pas banjo. Besa edhe s'kena pas qesh mas në bora. Bunarë dhe nështë as bunarë. Subhanallah, këta shtu po dalim komoditeti, mundësit. Për shembull, sa herë, shumë herë më kujtohet, besoj dhe juve, kur marim avdes, e sidomos verës në këto shadërvanet e xhamiave tona, shkon uji pa mas, më kujtohet një hadith i pejgamberit alayhis salam, thotë Rasulullah, nëse je duke marr avdes buz Nilit, lumi Nil, një prej lumeve më të mëdha në botë, lumi Nil është një prej lumeve të xhenetit në Egjipt. Thot kurse e ujin, pejgamberi thot kurse e ujin. Nëse je duke marr avdes breg lumit Nil, kurse e ujin, mos abuzo me ujë, mos ço ujë dëm kot. Dhe sikur na e shojmë qeshmen shadërvane, qysh je bre vllai dashur, ku ke sot e vallai edhe pe Prishtinë, qysh kalove, shkon ujë aty, shkon ujë.
Do thonë edhe avdesi neve na kalon në rutinë dhe shiqoni, është shumë shpërblim i madh me e marr avdesin në formën ma të kompletume dhe të preferume edhe të përkryme, duke i la dur të mirë. Tash për shembull dikush që i lanë qështu, sunet është me i la dur të mirë, me e fërku djathtat majtën anasjeltas, me i shti gishtrit mes durve. Tash qëre, mundet më la për 2 sekonda, po me i la bashkë qështu, nuk jo 2 sekonda. Tash i merë dhe një 5-6 sekonda ma shumë ose 10. Pastaj me i la gojen, pastaj hunden, me fut me dorën e djathtë në hund, edhe me tërhek ujin, kogja në brendi, e me fshi me dorën e majt. Këto jon ajo forma e përkryme. Ti vesh pak ishtin, ka dalim me shti ujin në hund, formalisht, dhe ka dalim me shti ujin në hund, edhe me tërhek ujin. Sa infekcioni u bën njerëzve në hund, pse se lajnë hundën kër. Pastaj me e la ftyrën, pastaj me e la, a e dini sa herë ka ndodhë kur kom marë avdes, me qenë se rrallë marim avdes në gjamia, në vendin publike, po më ka ndodhë kom pa një njeri i ka met komplet nyni i brylit i palam, nuk e ka la shpejtët, po dikush nështë ashtin edhe në qesh me shru dorën, tap për ikë. Do më thonë, unë jam duke tregu që nuk u zën avdesi me na kalu në rutinë. Përjetimi i avdesit, shpërblimit që na ka përjetu, që na ka premtu i madhi Allah dhe pejgamberi alayhis salam për avdesit. Prandaj shiqoni, por me e marë që të shpërblimin 10 dit me qenë me katët e falura prej gjumos në gjumo plus 3 dit ma shumë, e nisi pejgamberi dha, kush për juve tha merë avdes dhe e përsos dhe e merë avdesin njërin matë përkryme. Pas ta i shkon me e falë gjumon, dëgjon, hesht ansata, hesht wastama'a, edhe me vëmendje dëgjon. Këto janë dy veprime, me hesht, mos me folë. Tha pejgamberi sa, ai i cili i thot shokit, mos luj, ose msheli telefonin, ose mos fal, ose mos ha sakez, unë si khatib isha të umër do sakeza. Më një arë, kur që mu fal, inshallah e përbinaj. Inshallah sin, nuk e nis namazin me namaz, me sakez. Se unë ty majtë hytme për shaj për hanë sakez. Më thonë, ne o gjallartë kemi shumë obligime, do të ko paskohës, alhamdulillah, dim 3, nuk ka javë. Më thonë, ata që e kanë siklet që po vinë 3 në gjamia, le ta kuptojnë, nuk ka javë në 1000 gjami, po thuaj se në krejtë republikën tonë, nuk ka javë që nuk vjen një djale 2 me 10 dim 3 në gjimo, për herë të parë. Çdo gjimo, ju në qytetin tonë, gjitha ne Kosovës. Sa më shpejt që prind të kuptojnë që siguria dhe preventiva e fëmijëve të tyre është me i lidh ata me xhamin, me i lidh ata me Kur'anin, me i lidh ata me edukatën e pejgamberit e sa më shpejt që prind kanë me kuptu, kanë me dalë në selamet. Sa më shumë bëhet ky proces i vënshëm, po kërkoj falje, nuk po muj me marr shembull gati çdo ditë rënqethën. M'vin, m'thirin. Para 2-3 ditëve kom pas ishin dal një burrë një gru, qifta 3 gjenerat të re shumë, ishin dalë në gjyq. Edhe mi kishin pru dokumentat që ka me zhvillu seanca ka me ndodhë. Jo më habit, nuk po du me folë, nuk po du me marë kësi shemboj. Por po frigona se këto janë praktik. Më thoj ke baba i qikës ta, hoqë, kjo qika eme me burrin e vetë, pej që në martu veç rehen. E unë përi me i pash do fotografia, që i kishë bo buri grusë dhe gruja burit i pash, të përgjakura, po mjen keq, unë po ndi dhimbje, se që ta jënë keq fëmi tonë nesër, ty jënë problemet të shoqërisë tonë, që nuk po ka kush më umarë me ta, me fol me ta, me i këshillu, me i sugjeru, me i ndihmu, me i kalu këto kriza, me pas kriza,
në jetën bashkëshortore të sapo martuarit, apo dhe ata që kanë kalu disa vite, nuk o mbare me pas kriza. Po ato dikush du të me imsu, me përvoj, me këto, me ajete, me hadithe, me përvojnë e të parve tonë, gjysheve tona, sa kanë duru, sa janë sakrifiku, me qëfar kushte. Dhe këto janë problemet e shoqërisë tonë sot. Prandaj tha pejgamberi sa ku është merr avdes, e përkryen avdesin, shkon me fal gjimon, hesht dhe e dëgjon me vendje imamin prej asaj gjimoje, den gjimon tjetër, plus 3 ditë më shumë i falen mëkatet që kanë ndodhur brenda kësaj periudhe, 10 ditore. E nëse dikush lun me guranecat e xhamis, faqad laga, ka abuzu dhe ka humbur shpërblimin e gjumos. Ka një hadith shumë interesant, subhanallah. Hadithi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush flet ditën e gjuma gjatë kohës kur imami ligjeron, le ta din se ai është sikur se shembulli, kërkoj ndjes, i gomarit që bart libra. Po vjen kesh, po mos i pejgamberi sa njeriu me edukatën më të lartë ka thonë kështu, pse na do të mundit kompleksum. Ai i cili flet kur imami ligjeron, i është sikur shembulli i gomarit, i cili bart libra. Ju e dini, gomari o sinonim i një kafshë pament. Gomari a ban libra, a dru. Allah ka kriju me bajt. Në hadithi është i vërtet, e transmeton Imam Ahmedi në musnedin e ti. Në mbetit ne me imamve, në ko pas kohën, me lëshu mesazhe xhamatit, mi thonë, xhamat, keni kujdes, nuk bën me fol, nuk bën me ungër sakez, nuk bën me hap telefonat. Do të thonë, ko pas kohë për me kuptu se njerëzit duhet me imsu. Hadithi tjetër është hadithin prap e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur robi musliman apo besimtar merr avdes dhe e lan fytyrën e tij, duke e la fytyrën e tij në çdo pikë që e ka la fytyrën e tij, apo pika e fundit që pik nga fytyra e tij, zbashku me ato pika derdhen edhe kalojnë gjunahat e tij. Pastaj thot pejgamberi alajhissalam, njashtu edhe kur e lan dorën e tij, këtë pikat pasi e ke la, që pikin nga dora jote me pikën e fundit, edhe pikin edhe largohen gjunat e tua. Pastaj e përmend ashtu edhe komen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa talan këmbën e tij dhe kështu me radhë. Do të thonë, shiqani ky hadith thot hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, vazhdon ky proces gjatë marrjes avdesit dhe duke i ro pikat e ujit, duke u terr trupi i tij dhe pjesët e trupit që i ka la, thot derisa nuk mbetet në trupin e tij asnjë njoll prej mëkateve dhe mbetet i pastër. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. Do të shiqoni prap hadithi, një hadith shumë inkurajues për marrjen e avdesit, dhe shiqoni sa më rëndësi ka mos me leju me na kalu avdesin rutinë, po me e pas kur marrim avdes këtë përjetim, këtë ndjenjë. Ti ndoshta smundesh gjithmonë kur merr avdes me pas këtë ndjenjë, po s'paku bë në herë me tron mend që kjo është beneficioni dhe shpërblimi i avdesit që na ka premtu i madhi Allah te bareka ve taala kur marrim avdes. Hadithet e radhës 130-131, të dyja i transmeton Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, 5 kohë të namazit kur falen deri në kohë tjera të namazeve, gjumoja prej deri në gjumon tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Krejt këto e kanë në mes tjerash edhe efektin e shpagimit dhe shlyrjes së mëkateve. Domthon kur i fal 5 kohë namaz, mëkatet që kanë ndodhur brenda kësaj periudhe, derisa të fillon me fal 5 kohë namaz ditën e nesërme, krejt ato mëkate që kanë ndodhur në këtë interval kohor falen. Gjumoja deri në gjumon tjetër, një javë. Domthon një ditë, një javë, dhe Ramazani pej Ramazanin tjetër, një vjet. Në këtë periudhë kohore, intervale kohore që ndodhin mëkate të vogla, Allahu i fal
për shkak të këtyne, por në fund e ka përmend pejgamberi një kusht, thot idha tuni betil kebair, me kusht që gjatë kësaj periudhe kur i fal 5 kohë namaze, mos me ndodh në mëkat i madh. Mëkatet vogla rrjedhin se ne jemi njerëz, po largimi prej mëkatit të madh ta mundson bonusin. Faljen e gjinave. Një të pi gjumos dhe një gjumo. Nëse e ke braktis mëkatin e madh apo mëkatet e mëdha, rrjedhja mëkateve të vogla është falje. E kështu me radhë. Pastaj hadithin tjetër, transmetimin tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, a dëshironi ti ju lajmëroj për veprat të cilat Allahu i shlyn mëkatet dhe i ngrit gradat e juaja. Ky hadith është shumë interesant, është pak më i gjatë, po Imamu Nawawi rahimahullah i ka pru vetëm një pjesë të hadithit. I thot pejgamberi, ato 3 vepra, 3 punë që juve u ashlyn mëkatet, edhe ngriten gradat e juaja në xhennet janë isbaghul wudu'i ala al-makarihi, me marr avdesin në mënyrën më të bukurën kur është siklet me marr avdes. Kur është siklet me marr avdes? Kur oftoft? Ose punëtorët, Allahu ju falë shëndetin e ju ndihmoft që punojnë punëtorët punë të ronda, fizike, kanë uniform të caktume, me i desh, me i vesh, pucat ato, uniformen, ka gjatë të lashe. Nuk e vetëm ftofti. Do më thonë, momentum që Allahu shlin mëkate dhe ngrit grada, me marë mënyrën më të përkrybe avdesin, kur marrja avdesit në qatë moment o siklet, është fështirë, ka vështërsi, po, o kry puna. Pastaj, për shembull, je smut, ose je i shtrim spital, qoftë në një smundje, qoftë në një operim, është telazhe, qëre, në rregull është, në situatat tilla ka lehtësime, ju e dini, na kemi fen të lidh. Po nëse ti ki mundësin me marë pashka këtu ndë një dëm, ky hadith është motiv se janë 2 bonuse: shlyrja mëkateve edhe ngritja e gradave. E dyta, wa kathratul khuta ila al masajid, hapat e shumë deri te xhamia. Tash ata që këtë njerëzit nuk mundën me pas xhamin më hall, këtë njerëzit nuk e kanë xhamin afër, po ata që e kanë xhamin pak më larg, hapat e shumt deri te xhamia, në mes tjerash kanë këto 2 efekte: shlyrjen e mëkateve dhe ngritjen e gradave të larta. Wa intidharu as-salati ba'da as-salati falakum ar-ribat, thot, dhe me prit namazin prej kohës namazit dini një kohë që vjen. Po e zëjmë, prej akşamit dini njëtësi, ke fal namazin e akşamit, edhe s'ke pas në obligim, thot e kom bo njët me ndajt me prit namazin e atësis në xhami, me lexu Kur'an, ku me bo dua, ku me përmend Allahun, ku me lexu në libër, me njetin se ka thonë pejgamberi sa ai i cili prej namazit e pret namazin, kjo është momentum që edhe të shlyhen mëkatet, edhe ngriten gradat e tuaja. Pastaj në fund pejgamberi thot falakumur ribat, kjo thot është një punë sikur ata që rinë në pikat kufitare dhe e ruajnë kufirin e vatanit përballë armikut të dëshmonit. Është shpërblim shumë i madh ata që qëndrojnë dhe e ruajnë kufirin. Hadithi është i vërtetë, e transmeton Imam Muslimi. Ky hadith është më i gjatë, i ka edhe 3 gjëra tjera, por Imam Nawawi rahimahullah e ka përmend këtë formë të shkurtuar, përndryshe Ibn Rajebi e ka një libër që këtë hadith e ka marrë dhe e ka komentu, e ka shkri me fjalët më të bukura, dhe na kur kemi qenë imam me zid para shumë viteve, e jo ndiko ato ligjëratat që 2 javë radhazi e kemi spjegu këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithet e radhës, hadithi Ebu Musa al-Ash'ari, thot pejgamberi alayhis salam, men salla al-bardaini dakhala al-janna, kush i fal 2 namazet e ftofta, është fjala për sabahun dhe ikindin, se edhe në sabah edhe në ikindi ka freski. Do ndej në ikindi, o dita në ikindi fillon koha më uzbut, po edhe dimrit gjatë ditës mundet më konë dilli, po ka ikindia s'ka më rezet dillit. Edhe namazi sabat, kush i fal 2 namazet që është pak më fresk, pak më ftoft, ka me hyrë në xhennet, sabahin dhe ikindin, transmeton Buhariu dhe Muslimi. Dhe hadithi tjetër
thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka lexuar çdo ditë se ai për shkak se ka qenë udhëtar, s'ka lexu dhe nuk i mungohet, sa çdo ditë e ka virdin, i thuhet wird, një sasi e caktuar e ajeteve të Kuranit, që ajo është domethënë si me thon hajtë tash ju djem të ri këto tripat e kësaj kohës tonë, adin me thonë terapia për smundje, po adin do thonë valla unë e kom qëtu sabah e pi një kafe me smutha me çka po di unë, adin në i fjallë muslimoni e ka virdin e ti edhe të Kuranit, po e ka edhe virdin e ti të përmendjes Allahut, po sikur se që i ka dhe do ibadete tjera, këto e një ibadete krejt nafile. Smundja edhe udhëtimi janë penges e momentit, por Allahu te baraka ve taala shpërblen ai njeri i cili është gjithmonë i gatshëm për punë të mira edhe për bamirësi. Na këtu po ndalemi, se kalon vetëm 30 minuta dhe në javën tjetër inshallah taala e kemi edhe një numër të haditheve në të njëjtin kapitull dhe tematik që Imamu Nawawi ka sjell hadithe për plot alternativa, rrugë të lloj-llojshme që ne mos të ndahemi dhe mos të largohemi prej bamirësisë. Allahu Dhul Xhelal na e shtoft zellin, vullnetin, dëshirën, na dhosht fuqi dhe dije për punë të mira të mbara derisa ta fitojmë razin e Allahut te baraka wa taala. Allah ju bekoft, wallahu taala wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.